Kanë përfunduar punimet për zgjerimin e segmentit të parë të rrugës hyrëse të Ksamilit, i cili tashmë është hapur për qarkullimin e automjeteve, ndërsa puna vijon për realizimin e elementeve të tjerë të projektit. Ndërhyrja synon të përmirësojë ndjeshëm qarkullimin në një nga destinacionet turistike më të frekuentuara të vendit, veçanërisht gjatë sezonit veror, kur fluksi vizitorëve rritet ndjeshëm. Punimet u inspektuan nga Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Enea Karakaçi, i cili e cilësoi projektin si një investim me rëndësi të veçantë për zhvillimin e turizmit në zonën e Ksamilit dhe për përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Sipas ministrit, projekti është ndarë në 2 faza. Faza e parë përfshin zgjerimin e rrugës hyrëse deri në qendër të Ksamilit dhe është tashmë e aksesueshme për automjetet, ndërsa faza e dytë parashikon ndërtimin e bypassit pranë urës së Butrintit, me qëllim shmangjen e trafikut dhe lehtësimin e qarkullimit në një nga pikat më të ngarkuara gjatë sezonit turistik. Atëre, këtu jemi në një realizim rreth 55% kontratës, punime fizike ministër. Gjithë segmenti është rreth 4 km i gjatë, ndërkohë që 1.4 fillon në 1.4 km nga hyrja e fshatit turistik të Ksamilit dhe më pas vijon, si shtatë edhe ju, me pjesën e mbetur për rreth 2.6 që formon në bypassin. Aktualisht ne jemi në pjesën e parë, pra ne po inspektojmë këtë moment parë pjesën e parë të segmentit. Këtu jemi në një rrugë interurbane dytësore, kategoria C. Në këtë segment parë për 1.4 km kemi 3 korsi, nga 3.5 km, bankinë të asfaltuar nga 1.25 metra për secilin drejtim dhe kunet betonit 0.75 metra për secilin drejtim. Ju keni krijuar një vëmendje të veçantë edhe për sa i përket pjesës së shikoj që është duke punuar dhe është bërë projekti për sa i përket pjesës biçikletave, po edhe vizualizimit urban dhe për t'i dhënë edhe një pamje më estetike dhe hyrjes pak të Ksamilit. Ju keni patur një vëmendje shumë të veçantë edhe për sa i përket aspektit mjedisor të projektit, duke qenë se sigurisht që lidhemi edhe me pjesën e Butrintit, kështu që ka patur një vëmendje shtuar nga pikpamja mjedisore. Ndërkohë që tani jemi në sezonin veror dhe madje hym në pikun e sezonit veror, ne e di që kemi diskutuar vazhdimisht bashkë për sa i përket edhe gjitha masave që ARSH-ja po merr dhe ka marrë në kuadër të fillimit të sezonit. Di që grupet e, le themi, brigadat që kanë kontrata mirëmbajtje kanë bërë veshje aty ku ka patur nevojë, apo edhe një lloj kujdesi të shtuar bashkë edhe me forcat e rendit për sa i përket ndalimit të qarkullimit në fundjavë për mjetet e tonazhit të rënd, e gjitha në funksion të bërjes sa më të mundur ose sa më të mirë të trafikut në sezonin turistik. Pjesa e hyrjes së Ksamilit, pjesa e, le themi, që është e bankinës për sa i përket biçikletave dhe pjesa estetike do vijojë ndërkohë punimi për ta patur edhe të aksesueshme gjatë këtij sezoni, apo jo? Objektivi ynë, sikurse edhe ju keni lënë porosi, është që sezoni i gushtit, që është edhe mbi ngarkesa me turistë të huaj, këtë segment ta gjejë të përfunduar, pra me gjithë të shtresat asfaltike, me trotuaret e përfunduar, mundësisht edhe me elementet e gjelbrimit apo dhe të ndryshimit të vendosura. Përfundimi i këtij investimi pritet të përmirësojë ndjeshëm aksesin në Ksamil, të ulë ngarkesën e trafikut dhe të ofrojë një infrastrukturë më moderne dhe më të sigurt për banorët dhe vizitorët e shumtë që zgjedhin këtë zonë bregdetare gjatë sezonit veror.